Kanë toleruar shkelet apo kundërvajtjet në këmbim të disa favoreve të çështje që lidhen me çështje materiale dhe fatkeqësisht zyrtarët policorë stacionit Jugu kanë qenë të përfshirë në çështje që lidhen me këmbime apo falsifikime të pronave dhe sigurisht që nuk lejohet dhe për këtë që nuk lejohet ata kanë marrë masën e suspendimit dhe janë proceduar penalisht në prokurori. Kisha dashur me këtë pak tek rastet të cilat kanë ndodhur e fundit në mënyrë që me marrë edhe prej juve një pasqyrë sa më të qartë atyre se çu janë trajtuar nga Inspektorati Policor i Kosovës. Rasti i fundit është i datës 16 qershor ku 3 zyrtarë policor të stacionit Alfa në Prizren janë arrestuar për shkak që i kanë tejkalu procedurat policore dhe po dyshohen për marrje të rishvetit. Ata i kanë leju veturat që kanë bërë shkelje me kalu pa ndonjë dënim. Pa na tregon pak për mënyrën se çu është trajtuar ky rast? Ky rast është zhvillu dhe realizu falë bashkëpunimit me qytetarë, dhe qytetarë kanë raportu fillimisht në mënyrë anonime, pastaj i kemi identifikuar dhe kemi bashkëpunu me qytetarët për mënyrën e veprimit të zyrtarëve policorë. Domethënë është një veprim që ju ka rënë në sy dhe qytetarëve që është në kundërshtim me ligjin dhe rregullat e policisë, dhe pastaj kemi zhvillu hetime, kemi bërë verifikimet e nevojshme, vëzhgimet e nevojshme dhe kemi arritë që të identifikojmë që disa veprime të zyrtarët policorë nuk i kanë ndërmarrë ashtu siç janë të detyruar të ndërmarrin, mirë po i kanë toleruar shkelet apo kundërvajtjet në këmbim të disa favoreve të çështje që lidhen me çështje materiale dhe për këtë ne kemi ndërmarrë masën e suspendimit dhe kemi zhvilluar hetime penale dhe gjithashtu kemi ngritë kallëzim penal në prokurori për këta zyrtarë. Është një rast tjetër ai zyrtarëve policorë të stacionit Jugu apo na shpjegon sepse pas arrestimit të këtyre zyrtarëve është fjala për për disa prona të cilat kanë qenë në region, kryesisht në regionin e Prishtinës, kanë arrestuar në ndyshimin për kryerjen e disa veprave penale. Çka ka marrë informacionin inspektorati? Ka zgjatë si hetim. Ky rast është hetuar në bashkëpunim me Departamentin e Krimeve Ekonomike të Policisë Kosovës. Ata kanë qenë duke hetuar një rast ndaj disa të dyshuarve qytetarë, ndërkohë gjatë zhvillimit të masat mshefte ka rezultuar që zyrtarët policorë janë përfshirë në komunikimet me të dyshuarit dhe na kanë njoftuar ashtu sipas ligjit që është obligim që të njoftohet Inspektorati Policor. Kemi bën ekipet e përbashkëta të hetimit dhe ne pastaj kemi zhvilluar hetimin dhe procedurën ndaj zyrtarëve policorë. Fatkeqësisht zyrtarët policorë stacionit Jugu kanë qenë të përfshirë në çështje që lidhen me këmbime apo falsifikime të pronave dhe ata janë suspenduar, janë arrestuar dhe gjithashtu janë proceduar penalisht. Çfarë është gjetur në telefonat e tyre sepse përmenden edhe të dhëna prej telefonave që nxjerr janë komunikime që kanë pasur me personat e dyshuar dhe që dyshohet që e kanë keq përdorur pozitën e autoritetin në favor të një palit saktuar në procedurë të këmbimit të një prone apo të shitblerjes së një prone. Në këtë rast është edhe detyrimi apo shtrëngimi të themi për me dhënë deklaratë pa lejohet kjo për policët? Sigurisht që nuk lejohet dhe për këtë që nuk lejohet ata kanë marrë masën e suspendimit dhe janë proceduar penalisht në prokurori.